sa të mendoj që fatkeqësisht dikujt më dosh me ngrit çmimin e devës, mos bën që kaq, me ne fillojnë kalkulimet. Apo kalkulimet koshtë po dolla çan çmimin kështu apo. Se kupton që ka kjo se çaq ka devalu vlera e të mirës, çaq ka devalu sinqeriteti, sa që kur dikush do të qenë i sinqert, s'është e mundshme. Nuk është e mundshme. Sigurisht pa të cek një rast të një problemi bashkëtorë që ka pas një njeri ka përmend një përvojë të problemet e tij me gruan e tij. Ai njeri shumë i urtë, i edukum, i sjellshëm, e ka marrë një grua e cila ka një femër, një femër e cila ka jetuar në familje ku kush ka mri ka në çmujtën. Tu është ai sa s'merr vesh ti. A fola e çtash e kënaqe. Po çështu ta ditë për ditë tu në çmu. Ai çtu rrit. Edhe ka kuptuar që çështu të ka jeta, apo çështu do të në çmon dikan, ai të çmon ty, ti i bjen dikujt, ai çu të bjen ty, çështu rrita. Ky ngrati shumë i sinqert, apo të respektu, të e thinë të nën ka 2-3 herë au çove, ai e mirë pi puna. Apo se tu arme punë ti u pru hedije, kur një vet hedije kur si ka pru. Mësua pa hedije. Edhe aja ka nisë me dyshukan, ky ka diçka. Ka diçka kështu, po mbien ky mu hedije. Po mos pru burrit hedije, Allah kush të bën hedije. Nëse burrit nuk sillet mirë me ty bot, kush ka mos sillet bot me ty? Ama kjo s'm ka babam s'm beka kur 25 vjet ai më kon, kur s'm ka ble hedije, tash kë kishë po mblen hedije atë. Çështu tash unë po bëj të burrit e gruaja, e kthene te xhamatit, çështu ka shumë pse që ky tash po kur far interesi ski, i thosh një fjalë mirë, kush e di çka ka këtë. Apo ose i nimon një vëllai mëse, para i çon dikujt, të qyre që tu i ki, aki pas borx 500 euro po. Çe valla 500 euro në borxhin apo. Thot, oni Allah shpërblef, tani thot në veti, kush e di sa i kanal për veti këtu. Apo? Që është mentaliteti? Çështu funksionon sot? Fatkeqësisht, çështu funksionon. Me bo me thonë dikujt, jo, që telefon që përdojmë mashin ti mu 100 euro, zban e valla, zban, 200 du të me tablet ju këtë punë. Së në lidhë. Gjithë kun e lidhë, veç të sinceriteti se lidhë. Veç të këshilla për mi, që tu si lidhët kërqysh. E këtu s'lidhët kjo punë. Pse? Pse kur një vet ai se ka lidh me dikën që kështu. E kujton që kur s'ka punun këtë të me lidha thot. Jo valla nëse ti je me të mrapa, që këtë jeta të ka shku ti munafikie, hipokrizi, e këtë jeta të ka shku politik me tjerë, thon, dikush ka punun këtë rrymë, dikush nuk ka bashkë çështu. Apo, e tash kur zadesh çështu dy pal, ai me çka motaj? Ai mot me metë vet Allah. Ai s'di me mot me metë tu japta. Edhe kur mot me metë veta, aty ja që 100% ky bën 300 euro, veç do më fshi ky 100, apo po ti ke të lëm për 100 ke të shiti. Apo që se sana ton fatkeqësisht që pejgamberi na ka mësuar me kon nos në kulli muslim. Këshill dhe porzi për çdo musliman e sinqertë Allah. Hajde të ringjallëm përsëri vlerën e sinqeritet mes vete. Apo hajde ta lexojmë përsëri njëri tjetrin me sinqeritet, pa interes, pa kurrë. Kur them se që kjo është gabim, është keq, kuptoj se ka diçka këtu. Apo nëse them për shembull që kjo s'bën çikaq, që kjo bën më shumë, hajde kuptoj si dashuri, mos e kuptoj si interes Allah. Ai të marrësh. Hajde kur dikush të më thotë mua që kjo bën çështë më tepër, pse s'pe kuptoj si kujdesin i vëllau tem ndaj meje, po heqem a ka mundsi një herë 0.000 1% me pas sinqeritet në herë Allah. A ke do të më kon interes, të ketë më kon paragjykime? Pa që kjo që ka më pejgamberi feja është hammetim edhe për mas në gjithë muslimanëve, pa ata me pas një farloj sinqeriteti, ata një farloj raporti mes vete, jo me kuto gjithmonë dikush pa e keq përdur, pa e keq trajton, gjithmonë dikush s'pjep, hakun sa duhet, pozitën sa duhet, e kështu me radhë.